Edhe një gjë të vogël të fundit, zoti Brau, unë kam shumë dëshirë që duke vlerësuar gjithë atë që juve prezantoni, edhe të merja përsipër t'ju bëja ndonjë sugjerim apo ndonjë ndërhyrje të vogël si drejtues i kësaj prokurorie. A do ta merrnit juve në konsiderat, a gëzoju në respektin e mjaftueshëm tuaj që juve të merrit në konsiderat këtë ndërhyrje time? Qenë sinqert, kam dëgjuar dhe pyetje sot, është pyetje përsëritur, edhe rrugës edhe kam menduar dhe përgjigjen. Unë ju njoh që nga viti 2000, kur ju keni shpjeguar ditën romake, dhe të jemi sinqert, unë nuk besoj që ju në një ditë do t'i shkoni drejtuesit të prokurisë së posaçme, cili do për ndonjë problem personal. Por nga ana tjetër, unë nuk kam problem të përballem me ankesa, me pretendime për secilin person. Madje edhe në çështjet që kanë përshkruar edhe akuzat ndaj panderëve, edhe kur janë zyrtarë, edhe kur janë të kriminalizuar, ja kam njoftuar vetë, në mënyrë që vetë të dëgjoj prej tyre pretendimet që kanë, çfarë kërkojnë etj. Me radhë. Sepse më ndihmon dhe mua të kuptoj mangësimin që kam, sepse nuk është qëllimi që patjetër dikush të shkojë mbrojtje. Qëllimi është që të bëhet drejtësia. Kështu që mund të dëgjoj dhe mund të pres edhe zyrtar apo publik tjetër, por zgjedhja është ajo që parashikon ligji, sepse nuk mund ta bëj ndryshe. Faleminderit edhe ma bëtë edhe mua shefi. A ka një nxitës apo një nxitëse të madhe në këtë aplikim tuaj? Nuk mund ta them nxitje, është do kaq vite e prokuror, mendoj që kam patur çështje të larmishme, e ndi vetëm të plotësuar si prokuror dhe mendoja që është normale që ti të kërkosh një sfidë tjetër. Po, zonja Rita. Atër duke vlerësuar për sinqeritetin, me qënë se ju i kene dëgjuar pyetjet, unë thjesht po më takon të rikujtoj paksa. Po nëse është kështu atëra po i them nga fillimi. Në vijim të një pyetje të mëparshme të zonjës Mandro, që tha çfarë vlerësoni tek drejtuesi mëparshëm, çfarë do merrni dhe çfarë nuk do merrni prej tyre, pyetja ime është disi në ato ujëra, po ka të bëjë me cilin tipar ose karakteristik vlerësoni ju tek secili prej tyre. Dhe cilin tipar, thelbësisht tuajin, ju do të vendosni nëse do të jeni drejtues i SPAK-ut në 3 vjeçarin e ardhshëm. Domenjat tiparet më të mira të dyve, nga në njëra anë të proaktivitetit, të vendosmërisë, edhe nga ana tjetër dhe atë të qetësisë, edhe të vetë përmbajtjes, në mënyrë që të bëjnë kombinime më të mirë për tyre. Dhe është fat jo vetëm për drejtuesit, por edhe për kolegat të tjerë, që është fat kur i ke kolegë dhe sidomos kur ke çështje të përbashkëta dhe mësojmë nga njëri tjetri. Marrim atë elementin më të mirë siç mund të kemi mësuar edhe ata nga ne. Cili tipar tuaj do të kishit vendosur në tavolinë gjatë drejtimit 3 vjeçar të strukturës, nëse do të ishit ju një nga drejtuesit e ardhshëm të SPAK? Proaktivitet, vendosmëri dhe standard. Ju zoti Bravo, në fjalën tuaj edhe në platformën që na keni paraqitur, thatë që keni një kohë të gjatë në sistem edhe keni punuar qoftë në prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, ashtu edhe në përpara strukturës së SPAK-ut edhe në prokurorinë për krime të rënda. Përpara se sa të bashkoheshit strukturës së posaçme SPAK, cilën ju do të kishit një çështje të madhe, në thonjza, me të cilën do të ishit
do të ishte ndjerë mirë dhe do ta kishte bërë prezente si një çështje të suksesshme, që ka kaluar të gjitha shkallët dhe një çështje që ju bën krenar, mund të jetë një, mund të jenë disa, po përpara se sa të bashkoheshit kësaj strukture. Çështjet do t'i ndanja në parë kjo pjesa të ndjesh krenare nuk më përshtatet shumë, sepse nuk dua të duket sikur çështjet i kam bërë me qëllim që një ditë do vi këtu dhe do krenuem me to. Pra, nga ana me qëllim për të ruajtur sa më shumë edhe të drejtat e palëve në proces. Nuk dua të përmend emra të çështjes, por nëse i referoni atyre që kam depozituar, mund të gjeni çështje me zyrtar të lartë, sepse dy janë treguesit. Niveli i zyrtarit, lloji i veprës, që është patjetër korrupsioni, që është pjesa më vepra edhe më vështirë për të hetuar, dhe niveli i dëmit të shkaktuar nga vepra penale dhe niveli i pasurive që janë marrë, janë konfiskuar, janë kthyer në buxhet të shtetit. Dhe në këtë drejtim mund të gjeni aty 2-3 çështje të tilla që përkasin qoftë periudhës së posaçme, por edhe prokurisë për krime të rënda. Natyrshëm të qenit prokuror në prokurin e posaçme shoqërohet me presionet të vazhdueshme nga të gjitha krahët, edhe të çfarë do lloji. Tashmë se do të jeni edhe drejtuesi kësaj prokurorie, e para njerëz si e keni përballuar ju presionin, nëse ka pasur të tillë, secili njerëz zgjedh ta përballojë në një mënyrë apo në një tjetër, dhe ç'do bëni në raport me këtë nëse do jeni drejtuesi strukturës. Sigurisht edhe unë kam qenë pjesë e strukturës, po edhe më përpara, edhe kemi ndjerë presione, herë direkt, herë indirekt, herë publik, herë jo publik. Por jo vetëm tani, sepse tani jemi në SPAK, kemi mbrojtje, kemi garanci, por e po flasë për këthem dhe mbrapa kohës, ku nuk i kemi patur këto, apo si që janë sot prokurorët e rretheve, sepse edhe ata mund të kenë presione, mund të kenë dhe dosje të vështira. Ka një rregull që e kam zbatuar dhe zbatoj. Çdo çështje e vështirë, çdo problematikë e vështirë ka një zgjidhje shumë të thjeshtë. Do zbatosh ligjin. Sepse ajo zgjidhja që i mbetet kohës dhe ajo zgjidhja që nuk të lë të gabosh. Kjo ka qenë bindja ime. Ju renditët një sër prioritetesh, ashtu si dhe kandidatët e mëparshëm. Një nga ato që unë më duk më dallueshme tek prioritetet tuaja, po kjo është vetëm perceptimi që unë pata, ishte ju përmendët disa herë marrëdhënien me drejtuesin e Byros Kombëtare të Hetimit, hartimin e rregullave të përbashkëta, bashkërendimin e punës tuaj nëse do të ishit një drejtues i SPAK-ut edhe për përzgjedhjen e kandidatëve të tjerë, hetimin proaktiv, do të thënë krijimin e kushteve për hetim proaktiv, jo pra për zgjerimin e hetimit proaktiv, marrjen e masave, krijimin e sektorit të analizës dhe informacionit si një burim për fillimin e çështjeve të reja dhe për të krijuar një bazë risku edhe në raport me to. Po ju vetë, ky ishte perceptimi që unë krijova SPAK-u, po ju vetë, nga prioritetet që renditët, cilin konsideroni prioritetin bazë nëse do të jeni drejtuesi SPAK-ut në 3 vjeçarin e ardhshëm? Kam përmendur drejtorin e BKR-s për shkakun se disa veprime janë në kompetencën e drejtorit BKR-s, kodi etikës, mënyra se si organizohet puna e byroës e të tjerë. Prandaj dhe duke qenë se disa veprime dalin jashtë kompetencës të drejtuesit prokurorisë, sigurisht do duhet koordinimi i tyre. Prioritetet janë ato që pak a shumë unë kam përmendur në platformë, është radh parë ruajtja e historikut solid të çështjeve, ruajtja e vazhdimësisë së ndjekjes penale të përfaqësimit në gjykim, duke i shtuar rritjen cilësore dhe standarde më të larta profesionale dhe respektimin e drejtave të njerëzit.
E nëse do kërkoja të veçonit njërin për tyre si prioritetin më bazik që ju mendoni që mund të jetë gjatë kësaj periudhe? Nuk e ndaj dot, sepse nëse do themi vetëm të drejtat e njeriut, atëherë ne nuk jemi avokati i popullit. Nëse do themi vetëm ndjekje penale, atëherë patjetër që kemi dhe ca detyrime për t'i zbatuar. Mendoj që janë gjëra që ato shkojnë në blok dhe shkojnë bashkë. I bashkon qëllimi që institucioni të forcohet dhe të mësohet dhe të rritet në standarda ashtu siç janë institucionet më të mira në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Pasi ne nuk mund ta krahasojmë SPAK-un sot me çfarë kemi qenë dje apo çka ka qenë krimet e rënda të mëra. Sigurisht, çdo institucion ka pasur historinë e vet. Unë mendoj që pika referuese duhet të jenë institucionet në vendet e zhvilluara, në vendet partnere. Nuk do shpikim gjëra, thjesht të marrim më të mirën eksperiencë tyre dhe ta zbatojmë. Dhe në këtë drejtim, skuadrat e timore përbashkëta, hetimet paralele na kanë ndihmuar që edhe të fitojmë këto eksperiencë dhe të shohim se si një gjë bëhet ndryshe. Ju faleminderit. Gërmej, do vazhdosh? Përshëndetje prokuror, nga parë faleminderit për prezantimin tuaj dhe ju falenderoj që ndërmorët edhe ose patet të vendimare për të kandiduar për drejtimin e SPAK-ut. Një pyetje që më vjen vetë ju ka të bëjë me trupën e prokurorëve. Po, me trupën e prokurorëve. Bazuar edhe në eksperiencën tuaj, si do ta përmirësoni bashkëpunimin e brenda trupës prokurorëve, pra në raport me çështje konkrete dhe në raport me drejtimin, pra duke pas parasysh rolin tuaj drejtues. Pra si do përmirësoni këtë bashkëpunim? Jo vetëm me trupën prokuror, po edhe me, duke qenë se e shprehet si vizion tuaj, si qëllim tuaj edhe BK-n në këtë rast. Bashkëpunimin. Unë do të thonja bashkëpunimin të lidhur me funksionimin. Duke patur parasysh dhe eksperiencën e këtyre viteve, në cilësinë e drejtuesit mendoj që do t'i jep një më shumë kompetencë sektorëve, drejtuesve të seksioneve. Në mënyrë që jo çdo ngarkesë të jetë tek drejtuesi i prokurorisë. Pra, tek drejtuesi i prokurorisë të shkojnë gjëra që nuk kanë gjetur zgjidhjen. Mos shkojë çdo gjë që do t'japi zgjidhje drejtuesit. Po flas për probleme në përgjithësi nuk e kam tek ndonjë çështje të caktuar. Dhe duke shpërndar disa kompetenca, duke dëgjuar dhe duke patur kontakt me prokurorët e drejtuesit seksionit, mendoj që ky bashkëpunim mund të forcohet dhe mund të jetë funksional. Po, edhe një pyetje tjetër, vlerësimin tuaj duke qenë prej shumë kohësh pjesë e trupës prokurorëve të SPAK-ut, pavarësisht problematika dhe vizionit tuaj për drejtues, cilën do të vlerësoni